Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Sot u zhvillua dëgjesa e dytë publike për vendosjen e emrit të bibliotekës së qytetit. Dy emrat e propozuar, takimin e parë, shkrimtarët Fasli Haliti dhe Visar Xhiti, u përkrahen edhe në këtë dëgjesë. Bashkia ka organizuar sot dëgjesën e dytë publike për vendosjen e emrit të bibliotekës së qytetit me pjesëmarrjen e nënkryetarës së bashkisë Edlira Mezini, shkrimtarëve, mësuesve, nxënësve dhe qytetarëve. Dy propozimet e bëra në takimin e parë, që ishin shkrimtarët Fasli Haliti dhe Visar Xhiti, u diskutuan dhe sot. Në emër të disa intelektualëve të qytetit, me sa kemi biseduar për emrin e bibliotekës. Dhe më tepër lakohet emri i Fasli Halitit. Shpesh dhe deri më sot gjithmonë ashtu ka ndodhur që pasi nuk e kemi në jetë njerëzit i vlerësojmë dhe japim dekorata, po ato duhet të merren edhe kur janë njerëz në jetë. Megjithatë, edhe unë jam për Fasli Halitin. Kam marrë në telefon mësues të letërsisë. Unë jam kryetari i shoqatës mësuesve profesionistë dhe luduan për Fasliun. Zonja Zhaneta Këmbora e shoqatës Myzeqeja vazhdoi të përkrah propozimin për vendosjen e emrit të shkrimtarit Visar Xhiti bibliotekës. Realisht ishin bërë propozime. Unë nuk e di pse duhet të propozohen të tjerë, nëse s'janë propozuar ose janë propozuar diku tjetër edhe duhet të shpaloseshin këtu. Mbështetja imja personale. Unë nuk mund të përballem me ushtrinë e parë apo me njerëz që e njohim të gjithë Fasli Halitin, e kam shprehur edhe më përpara që është një njeri shumë i nderuar, ka qenë mësues i përsosur dhe për këtë pikërisht ai kandidatur që unë pëlqeja, Visar Xhiti e ka pas mësues. E të lexosh shkrimet e Visar Xhitit për mësuesin e tij janë të përsosura. Realisht, nëse është vendosur, edhe këtu të gjithë janë dakord për Fasli Halitin, sigurisht kushdo që të jetë, edhe Margarita Xhepa, edhe ajo është promovuese e librave, e gjithë poezive dhe krijimeve, dramave dhe gjithë shkaj që e ka përjetuar. Edhe ajo ka vlerë, por s'ka rëndësi nëse e merr njëri apo tjetri. Por ne që të gjithë janë figura të nderuara. Emrat e propozuar në dëgjesë do t'i paraqiten për miratim Këshillit Bashkiak. Biblioteka, e cila u hap për herë të parë më 30 maj të vitit 1946, deri më sot është quajtur Biblioteka Publike e Lushnjës. Policia e Fierit ka arrestuar një shtetas që plagosi me thik nipin e tij. Gjithashtu, po punon për të sqaruar rrethanat në të cilat është gjendur i dhunuar një endacak. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të rënda në DVP Fier kanë arrestuar shtetasin PZ 71 vjeç banues në Fier, pasi dyshohet se për motive të dobta ka plagosur me mjet prerës thik djalin e vëllait të tij, shtetasin RZ 50 vjeç. Sipas burimeve zyrtare, ngjarja ka ndodhur pas një konflikti mes familjarëve, ku 71 vjeçari ka goditur me thik 50 vjeçarin, i cili ka marrë ndihmë mjekësore. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e të arrestuarit, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan disa fishek, të cilët u morën në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme. Gjithashtu një endacak i identifikuar si Qiriak Oferti është gjetur pa ndjenja mëngjesin e sotëm në qendër të qytetit të Fierit me shenja të dukshme dhune. Të alarmuar kalimtarët e rastit kanë njoftuar menjëherë ambulancën, e cila e ka transportuar drejt spitalit rajonal Fier. Sipas të dhënave nga bluzat e bardha, 60 vjeçari, i cili vuan nga probleme të shëndetit mendor, ka marrë ndihmën mjekësore edhe një javë më parë, ku është paraqitur në urgjencë në gjendje të rënduar. Ndërkohë policia po punon për të sqaruar rrethanat nëse i moshuari është dhunuar apo vetë dhunohet në kushtet e depresionit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një bisedë online me qytetarët foli për gjendjen politike në Shqipëri dhe për takimin me eurodeputetët. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në bisedën online me qytetarët u ndal tek zhvillimet e fundit politike, ku komentoi dhe ndryshimet në qeveri dhe protestën e opozitës. Ka patur jehonën më pozitive se të gjithë protestat që kemi organizuar ndonjëherë, mbasi në kushtet e një flagrance në vjedhje të kryeministrit zëvendësës së tij
përpjekjet e tyre për grush shteti, ne u treguam shqiptarëve dhe botë se opozita shqiptare është e tëra në këmbë, është e tëra kundër këtij regjimi dhe nuk pajtohet me të. E them dhe përsëris, ne mbrojtëm ditët në këtij vendi, mbrojtëm ditët e kombit tonë dhe bëm detyrën që kemi në mision në shpëtimit të Shqipërisë. Protestat, revoltat tronditëse e qytetarëve shqiptar vuri me shpatlla pas muri Edi Rama. Nxori në shesh para shqiptarëve dhe botës fytyrën e tij të vërtet për diktatori. Dr. Berisha foli edhe për vizitën e misionit faktmbledhës të Parlamentit Evropian dhe Partive Popullore Evropiane në Shqipëri. Ai tha se deputetët e PS dhe përfaqësuesit e 30 partive anëtare të PPS u njohën me problematikat e shumta që prekin Shqipërinë dhe premtoi mbështetje të fuqishme për opozitën dhe qytetarët shqiptar. Sigurimi i fatkeqësive natyrore është vetëm 10 euro për frym, tregojnë të dhënat nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare. Përbytjet e radhës e kanë gjetur ekonominë shqiptare edhe njëherë me mbulim të papërfillshëm me sigurime nga fatkeqësitë. Të dhënat nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare tregojnë se për vitin 2025, vlera e primeve të shkruara bruto në sigurimin nga zjarri dhe forcat e natyrës ishte 2.43 miliard lek, ose rreth 25.1 milion euro. Kjo përkthehet në prim vjetor sigurimi prej afërsisht 10 eurosh për person. Bazuar në numrin vjetor të policave të sigurimit, mund të vlerësohet se në Shqipëri janë të siguruara afërsisht 5% e numrit të përgjithshëm të banesave, duke ju referuar censit 2023. Më shumë se 90% e primeve të sigurimit nga katastrofat natyrore janë të përqendruara në qarkun e Tiranës, ndërsa pjesa tjetër e vendit është në masë ndërmuese pa mbuluar ndaj këtyre rreziqeve. Megjithse ligjërisht sigurimi i pronës nga fatkeqësitë natyrore është vullnetar, në praktik pjesa më e madhe e kontratave të sigurimit për këtë produkt janë të lidhura me pronat e lëna si kolateral për kredit bankare. Në rastet kur kredia është e siguruar me kolateral, sigurimi i tij është kushti vendosur nga banka për huamarrësin, ndaj edhe në këtë rast bëhet fjalë për një produkt faktikisht të detyrueshëm. Për vitin 2025, siguruesit paguan rreth 484 milion lek ose 5 milion euro dëme nga zjarri dhe fatkeqësitë natyrore. Këto shifra tregojnë qartë se fatura financiare e dëmeve nga forcat natyrore bie në pjesën ndërmuese mbi subjektet e prekura ose mbi taksa paguesit, në rastet kur qeveria merr përsipër dëmshpërblimet. Ndërsa aplikimi i një skeme të detyrueshme të sigurimit të banesave nga tërmetet dhe përmbytjet mund të dëmtojë tregun e produkteve vullnetare të sigurimit të pronës, në disa raste ai mund të sjellë dublim të sigurimeve dhe shpenzim të dyfisht. Për sigurimet e pronës të kërkuar nga banka dhe institucionet e kreditdhënies, një policë sigurimi vullnetar do të vazhdojë të jetë kusht, sepse polica e sigurimit të detyrueshëm nuk do të mbulojë dëmet nga të gjitha rreziqet, për shembull nga zjarri, por edhe sepse limiti maksimal i përgjegjësisë parashikohet të jetë në vlera relativisht të ulta dhe në shumë raste nuk do të mbulojë plotësisht vlerën e kredisë. Edhe qytetarët që do të duan vullnetarisht të sigurojnë banesën e tyre për vlerën e plot, do të duhen të blejnë një policë sigurimi private, përveç asaj të detyrueshme me ligjin e ri. Lufta ka nisur. Amerika dhe Izraeli sulmojnë Iranin. Presidenti Trump tha se Irani duhet të dorëzojë armët, pasi ata nuk tërhiqen. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ju drejtua popullit amerikan dhe mbar botës me një fjalim ku njoftoi nisjen e sulmeve ndaj Iranit. Me një kapele ku shkruhej SHBA, Trump lajmëroi nisjen e operacioneve të mëdha luftarake kundër Iranit, madje duke pranuar se ky operacion mund të ketë viktima amerikane. Sipas tij, Amerika po kryen një operacion masiv dhe të vazhdueshëm për të parandaluar që regjimi iranian të kërcënojë Amerikën dhe interesat thelbësore të sigurisë kombëtare. Jetët e heronjve të guximshëm amerikan mund të humbasin dhe mund të kemi viktima, gjë që shpesh ndodh në luftë, por po e bëjmë këtë jo për tani, po e bëjmë për të ardhmen dhe është një mision fisnik. Trump theksoi se sulmet synojnë shkatërimin e raketave iraniane dhe flotës së saj, teksa akuzoi Teheranin se ka refuzuar çdo mundësi për të hequr dorë nga programi bërthamor. Irani refuzoi ashtu siç ka bërë për dekada të tëra. Ata hodhën poshtë çdo mundësi për të hequr dorë nga ambicjet e tyre bërthamore dhe ne nuk mund ta pranojmë më,
Ai u drejtua Gardës Revolucionare Islamike duke u kërkuar dorëzimin e armëve dhe paralajmëroi për pasoja të rënda për ata që nuk bindeshin. Trump u bëri thirrje gjithashtu iranianëve që pas përfundimit të sulmeve të marrin në dorë qeverinë, ndërkohë Teherani është kundërpërgjigjur duke sulmuar bazat amerikane. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme.